Saadi radiallahu ta'ala anhu është njoft në historinë e tij se ka qenë prej sahabive që Allahu Gjelle wa Ala i është përgjigj lutjes së tij. Përveç disa ngjarjeve të njoftura që janë edhe për kthyrë shqip, është një rast Saadi radiallahu ta'ala anhu Aliun, Talhan, Zubairin edhe sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dashur shumë. Ka hyrë thot me një tubim njerëzve të nejt, një person thot i fyen të Aliun, Zubairin edhe Talhan. I ka thonë mos i fy shokët e mi, që ishtu ka thonë, mos i fy shokët e mi, mos i fy vëllezërit e mi, sa ata janë shokët pejgamberit, janë kështu. Ai ka vazhdu. Pastaj është përmend transmetim se ka marr abdes. Oshu i ka falë 2 recate, edhe është lutë kundër këtij personi. Në çato momente, thot ka ardhur një deve, edhe i ka da njerëzit, derisa ka ardhur tek ky person, edhe thot me gjoksin e saj, është ul mbi ta, ashtu ka lëviz derisa e ka mbyt. Edhe jo ngrit njerëzit ka thonën, urime për ty o Saad, Allahu Gjelle wa Ala ju përgjigj lutjes tonde. Urime për ty o Saad, Allahu Gjelle wa Ala ju përgjigj lutjes tonde. Ndërsa rasti tjetër, ka ngjarje të shumta që Allahu Gjelle wa Ala ju përgjigj lutjes Saadit. Mirë po, ju e dini se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e Abu Bekrit, Omer radiallahu ta'ala anhu e ka caktuar guvernator të Irakut. Saadin e ka caktuar guvernator të Irakut. Edhe ka dashur shumë. Kur e ka caktuar atje, pas një kohe kanë zonë disa fjalë, disa shpifje me u përçu tek halife e besimtarve për Saadin. Edhe Omeri si zakonisht ka dërgu delegacione me përcjell çka është puna e tij. Sikur i ka përcjell guvernatorët e tij ko pas kohe. Ama, fillimisht Omerit s'ja ka marrë menja që Saadi është i tij. Kanë folë për namazin e tij që s'po din mu falë. Bile për namazin, ka ardhur transmetime që Omeri vetë ka pyet, çka është puna jote? Ka thonë, ja emir al-mu'minin, unë thot namazin ja u fali si kur është falë pejgamberi me sahabët e tij. E zgjas në 2 recatet e para Yacin, e shkurtojnë 2 recatet. Do të thonë 3 atë 4. Omer radiallahu ta'ala anhu ka thonë, ky ka qenë mendimi im për ty. Transmetime tjera kur kanë folë për Saadin, ka dërgu delegacion Omerin në Irak. Edhe kanë shku xhami për xhami. Kërkun me asnjë xhami nuk është folë keq për ta. Krejt kanë thonën e kanë lavdru si njeri i mirë, si pris i mirë, si udhëhes i mirë kështu me radhë, derisa ka shku tek një xhami e fisit Banu Abs, edhe është ngrit njonin kom. Ka thonë, pasi që po na kërkoni që në këtë formë, pasi që po na kërkoni neve, me vonë mendimin tonë për këtë, ka thonën se ky njeri nuk del me nejt me neve, edhe nuk merr pjesë me neve në ekspedita kur dalim. Ky njeri nuk është i drejtë kur ndan, edhe ky njeri nuk flet drejt. As nuk është i drejtë kështu, do thot kur flet nuk flet drejt, po ka dash me thonë gënjen, po edhe kur gjykon nuk gjykon drejt. Bile në disa transmetime ka ardhur e ka rimu fjalën e tij ky person. E ka rimu me rime ka përmend, në formë poezisë. O shu Saadi radiallahu ta'ala anhu në kohë. Thot për mu po flet. Për mu thot për i flet kjo fjalë. Thot po. Thot o Allah. Ky njeri. Thot Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'a. O Allah, nëse ky njeri që po flet
është gënjeshtar, edhe është ngrit me fol vetëm për sy e faqësi edhe shpife për mu, fa atil umurahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan. O Allah, zgjatja ymrin këti, shtoja varfërin këti, edhe sprovoje me fitnë. Edhe sprovoje me fitnë. Ka ardhur në transmetime, ky njeri ka jetu gjatë, Saadi radiallahu ta'ala anhu ka vdek njerëzit e kohës ti, ky njeri ka jetu gjatë. Ja ka shtu Allahu ymrin, ja ka shtu fukarallakin. Bile se ka jetu gjatë, ka ardhur në disa transmetime tjera, edhe vetullat e tij i kanë rënë mbi sy. Qaq prej pleqnis. Edhe me krejt fukarallakin, se veç rrugëve tha ka me të donejt. S'ka pas kush që bisedon më me to, se shokët e tij hecën, rrugëve thot dalke, qashtu në pleqni, kur kaloj kena i vajzë prantina, tha, e ngacmoj ke me fjallë. Allah e ka po kare në gjdo aspekt. Edhe kur e kanë pyet kush jetë e kështu, ka thonë shekhun meftun. Ka thonë jam një plak që Allahum ka sprovu. Asabetni da'watu Sa'din. Ka godit mua lutja e Sa'dit. Allah i na lut. Ka godit mua lutja e Sa'dit. E për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ittaqi da'wat al-mazlum. Ruju prej lutjes sa ati cilët i bëhet zullon. Fa innehu lejse bejneha wa bejnehu hijab. Nga se lutja e ati që i bëhet zullum, mes ti edhe Allahu Gjelle wa Ala nuk ka perde. Allahu i përgjigjet lutjes së ti. Bile në disa transmetime ka ardhë wa in kana kafiran, edhe nëse ati cilët i bën zullum ti është pa besimtar.